Banorët e fshatit e Gjeroven kanë protestuar për rrugën e fshatit, që i lidh me qytetin e Beratit. Ky aks është jetik për fshatrat e Gjeroven, Molisht, Plashtnik dhe Veleshnj. Jemi 4 fshatra tia pa rrugë, kemi edhe probleme me dritat. Po të pak të rrugën. Rrugën ta fillon dhe na fshatë im të vinde poshtë. Janë përfaqësues i fshatit Molisht. Rruga jo siç e shihni vetë, është në gjendje të mjerueshme. Gjithashtu nuk kemi drita. Banorët janë dalur për disa minuta në afërsitë të fshatit Velabisht, ku edhe ka filluar asfaltimi një pjesë rruge, asfaltim që ata e quajnë asfalt elektoral. Moja është shkullis leshtë e kokës, dynjaja po ikën hen, po ikën Mars, unë kërkoj rrugë akoma. 500 vjetë prapa. Ku do vemi kështu? Kështu t'jas Evropa, kështu do futim bashkimin evropian. Me aq sa kemi mundësit, me tokat, kemi mbillu linj, kemi pësuar tek shtëpit, por as parë kur vim këtu nuk kemi energji elektrike. Ujtë e marim me bidona nga Berati që në Molisht. Dje që luam ikim lash se kishim 6 muaj të nënës dhe na bllokuan këtu në rrugën që po bëjnë, na jemi 2 orë ca. Kjo është katastrofë. Kjo rruga kur bëhet një gjysma pastaj pjesa tjetër. Edhe e vinë, edhe shikojnë këtë vendin këtu, të luam mendje kokës. Fillon gjina Molishti, Plashniku, Veleshja, Gjeroveni edhe Velabishti. Sipas banorëve, e gjithë zona është e izoluar për shkak të mungesës së rrugës, gjë që i penalizon ata të nxjerrin në treg prodhimet e tyre bujqësore e blegtorale. Për 50 km rrugë që është kjo, kaq kohë dhe të rri gjysmë në rrugë e berë, gjysma të bëhet, e të vuajnë ky njerëz akoma, ky milet sot në këtë kohë, pa drita, pa ujë, pa rrugë, kjo është katastrofë. Tani ne na do marrim mirë, ku ai shtron Bogdanin, shtron Kamçishtin, i shtron të tëra, ka ngelu vetëm kjo gryka. Akoma me gomar këtu, se neve kemi shumë prodhim. Kemi shumë prodhim. Unë bëj 20 kujtal vaj. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Beratit, Eno Bozdo, i thirrur në këtë protest nga vetë banorët, ka deklaruar se infrastruktura e këtyre 4 fshatrave është lënë në mëshirë të fatit prej shumë vitesh. Fshatrat të tëra kanë ngelur në mëshirë të fatit. Edhe këtu nuk është vetëm problemi rrugës, është gjithë infrastruktura. E pace si raportuan njerëzit që këtu s'ka energji elektrike, janë më shumë se 1 miliard euro të hedhura në sektorin e energjisë elektrike, por për këto fshatra këtu, që duhet të theme kanë mbështetur gjërësisht dhe në bujari partinë që qeverisë sot vendin, nuk ka asgjë. Ai deklaroi se në disa vende hidhet çakull e asfalt elektoral, ndërsa tha si deputeti i ardhshëm i Kuvendit të Shqipërisë do bëjë gjithçka që të jetojë me dinjitet dhe integritet në këtë zonë.